veprat e zemrës janë 3 shkallë, sikur veprat e gjymtyrave, apo dietarët i kanë nda veprat e zemrës 5 lloj. Lloj i parë, farz. Lloj i dytë, sunet mustahab. Lloj i tretë, mubah. Ka veprat e zemrës që janë haram dhe mekruh. Do të vanoj këtë çështje ndarjen e veprave të zemrës, kur të flasmi mbi veprat e gjymtyrave, që të dish se njëna me tjetrën janë sikur dy duar që lidhen njëna me tjetrën. Ledhë të ndërshëm, e kam parasysh për çka se atë tema e re, në veçanti në veshin e muslimanëve të trojeve tonë. Mirë po pasi që e rëndësishme, për këtë arsye po përpiqna në çfarë do manire që të kuptojnë çka po dojnë me thonë. Pra duash të besosh me zemër. Kur të besosh dhe s'ke dyshim se Allahu a kriju si jot, a furnizu si jot, a i cili të ka ndorë kur do të merë shpirtin, dhe a i cili e ka bon fminën tanë të lëvize pe i një pikuji. A i cili beson këta dhe ka bindje në ta, do e mos. Dua që zemra të lëviz. Lëvizjen e parë, të parën lëvizje zemra që e ban dashuri. Dhe kja koka i badetit. Ja fillon me dasht Allah, ja fillon me dasht pejgamberin Allahut. A përsheshën apo s'ka mësu pejgamberi Allahut, mos më kona, ja fillon kur ta njifsh pejgamberin Allahut, ja fillon me dasht. Kur ta dojsh Allahun, a do të thot dashuria Allahut në vetmi, apo ja don dhe urdhrat. Njani i cili dikan thot e du. Mirë po, kur t'jam i lodh, s'ka të kam qef me ma prit gjumin. Priton qohat ku t'hien so baj. Kja është alamete për të cis, për ata Allahu tha për munafikët. Idha kamu ila salati kamu kusala. Tha kur ngritën namaz me prites. Kja është alamet që a i se donë Allah. Kja është alamet që me pas dasht Allah. Njën i tha 24 orë, apo 48 orë s'kam bo gjumë sa ushtrina, po merë një minister në shpjen teme, tha, jo që i veprisha gjumi. Tha po i qova në kam me plot gëzim. Pse? Pse e du? Apo? Ka interes pre ati. Pra ledho të ndërshëm a i cili qohet me prites, ku e gjetë bashtash me marë, as baj ke ma vonë, pse s'telefonoj, pse? Do të thot, a i se do në da. Lëvizja e pare zemrës, ja fillon me dasht. Ko të filloje me dasht Allahun azza wa jall, atëre ka diçka që e tërheq drejt Allahut. Ja fillon dhe me pas frikë dhe me shpresu pre ati, këto janë veprat kryesore trija të ibadetit, nuk do thot vetëm këto veprat të zemrës, ka dhe shumë vepra mirë, po si që thot Ibn Tejmia, këto janë 3 temelat nëse rënohat në zemrën tonë e dashuria Allah. Friga Allah, shpresa në Allahun, s'ka element që të lëviz më zemrën. Ashe mund shme një farë me kone zaklon, me qitë në tokë, kohë e nëzet, toka pjellore e mirë dhe mos me dalë, s'ka mundësi. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm, a i cili beson në Allahun azza wa jall, dhe nuk ka bindje në ta, nuk ka dishim, do e mos fillon zemra me lëviz. Nëse i fillon dhe zemra me lëviz, kësaj ne i thojnë ibadeti zemrës. Kësaj i thojnë ibadeti zemrës. Kur zemra e krin ibadetin që Allahu e ka lip, kur t'i ketë këto dy elemente, besim dhe praktik. Si qëfar praktike? Tha ja fillon sinceriteti me dhonë si njën, mbështetjen në Allahun azza wa jall, pendimi dhe çdo vepër që do të flasmi për veprat e zemrës, në këtë serial apo një serial tjetër që do të flasmi në mënyrë detaje, cilët janë veprat e zemrës që Allahu i ka lipër nga ne. Pra vëllezër të ndërshëm, nëse zemra në këtë rast ngritet me vepra,
atëherë pjesa e mbrëmshme e imanit është në rregull. Njëri prej neve ndoshta kërkon argument për këta të cilën po e them, se veprat e zemrës do e mos duan të jenë të besimtari. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarë janë ata të cilët kur lexohet fjalë Allahu, rrëqethet zemra. E nin me zemër. Kjo është? Kjo vepër e zemrës. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila. Dhe ato që japin për Allah dhe zemrat tutën. Tha Aisha, ja Rasulullah, e ke për qëllim ato mëkatarët? Tha jo, ja Aisha, ato që i bojnë namaz, që japin zeqat, ato që japin sadakan, frikën se Allahu sadakan e tyre s've pranon. Që kjo frikë e zemrës. Kjo është vepër e zemrës. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allahu azza wa jall ja ka dashuru imanin. Me dasht imanin në zemër, çka është? Kjo është vepër e zemrës. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: awthaqu ural iman al hubbu fillah wal bughdu fillah. Nia ma e fort e imanit është me dash dikan për Allah dhe me urrejt dikan për Allah. Me dash dikan për Allah dhe me urrejt dikan për Allah, pa dashuria dhe urrejtja janë vepër e zemrës. Mirë po kjo është kulmi i besimit, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.